Sot do të dëshmoj për të lartësuar emrin e atit tim qellor. Për më shumë se 10 vite kam qenë alkolizuar. E jetoja jetën e dominuar nga ky ves në vullnetin tim. Kur isha në atë gjendje, Zoti në mëshirën e tij të pafundme më fliste, në profecinë e tij të shenjtë dhe më premtonte se do më çlironte nga të gjitha këto vese, por unë isha rebele. Doja të bëja vullnetin tim dhe jo atë të Zotit. Edhe pse Perëndia më fliste, u ngulja këmbë në rrugën time, duke u mbështetur në forcat e mia, por duke u larguar gjithnjë më shumë prej tij. Me kalimin e kohës preka fundin. Jetova si ndacake në rrugë për 6 muaj dhe isha tërësisht e humbur. Trupi ishte dobësuar shumë prej alkoolit dhe shëndeti përkeqësoi çdo ditë më shumë. Shumë klinika refuzonin të më trajtonin, pasi për shkak të varësisë së lartë që kisha, mund të shfaqeshin më shumë probleme fizike dhe psikologjike gjatë trajtimit dhe procesit të detoksifikimit, deri në pikën ku mund edhe të mos mbijetoja dot. Arrita në një pikë aq të thellë të vuajtjes sa nuk doja të jetoja më. Po kaloja një situatë të padurueshme. Nga ana njerëzore isha e shkatruar. Nga thellësia e shpirtit ju drejtova Zotit dhe i thash: "U bëft vullneti yt dhe jo imi. Unë me forcat e mia nuk mundem më." Ky ishte momenti kur çdo gjë nisi të ndryshojë. Filloi procesi detoksifikimi në spital, ishin 2 ditë shumë të vështira. Isha më shumë e vdekur se e gjallë në ato momente, por Zoti përmbushi premtimin e tij, filloi të veprojë, jo në varësi të forcave të mia, por sipas fuqisë së tij. Pasi kaluan ato 2 ditë dhe fillova të isha sërish e vetëdijshme, ndjeva sikur isha tjetër njeri. Mjekët u çuditën pasi nuk prisnin që unë të isha sërish mirë pas detoksifikimit dhe më pranuan për të vazhduar procesin. Gjatë gjithë procedurës, Zoti rikonfirmoi sërish fjalën e premtuar. Nuk pata humbje të vetëpërmbajtjes apo ankth nga mungesa e konsumit të alkoolit, as nuk pata dëshirë për të pirë. Aty kuptova se nuk ishte përpjekja ime humane, por vepra perfekte e Zotit për të përmbushur atë që kishte premtuar në profecinë e tij të shenjtë. Sot për lavdinë e Perëndisë kanë kaluar 14 muaj pa konsumuar asgjë. Jam në këmbë dhe e sigurt për të vazhduar kështu. Kuptova se nëse këmbgulim të përmbushim vullnetin ton, nuk ecim përpara, por kur nënshtrohemi dhe i bindemi vullnetit të Perëndisë, ai vepron me fuqinë e tij. E jap këtë dëshmi sepse Zoti përmbush premtimet e tij, ai çliron dhe fjala e tij është e vërtetë. Dëshmoj për të lartësuar emrin e atit ton qellor. Dëshmoj për të nderuar emrin e Perëndisë ton. Në profecia i më bëri një premtim shumë të shkurtër. Më tha, do të jesh dëshmitar i një mrekullie. Kaloi koha dhe e ruajta këtë premtim në zemër. Me premtimin e Perëndisë ai më çoi gjithashtu të studioja jashtë vendit dhe pikërisht atje ndodhi ajo mrekulli. Pasi dole nga kisha, më ftuan të luaja futboll, shkova dhe këmba ime u ngul në rër dhe pata një dëmtim shumë të rënd në gjuhë. Shkova te mjeku dhe më thoshin se nëse dhimbja vazhdonte, duhet të më bënin urgjentisht një operacion sepse nuk duhej humbur kohë. Në atë kohë, në atë shtet, mblidheshim vetëm çdo 8 ditë në një hotel, në një sallë hoteli, dhe unë dëshiroja që kisha të ishte hapur. Unë e dija shumë mirë se ai mund të shfaqej në çdo moment, por unë doja të shkoja në kishë. Vendosa të lutesha dhe t'i tregoja me hollësi se paga ime si student nuk më mjaftonte për operacionin dhe se sigurimi im shëndetësor ndërkombëtar ishte pranë skadimit, prandaj nuk do të mbulonte një pjesë të madhe të asaj që nevojitej. Vendosa të shkoja në kishë me shumë dhimbje sepse nuk mund të ecja. Në momentin e lutjes përmbyllse, ndjeva një zjarr shumë të madh në të gjithë trupin tim, ndjeja sikur mund të ndigjesha, por njëkohësisht ishte një ndjesi e paqët dhe e këndshme. Dhe u pozicionua mbi gjurin tim dhe aty kuptova se Perëndia po bënte mrekullin, mbështeta këmbën dhe nuk më dhimbte më. Perëndia e bëri operacionin në atë moment. Vite më vonë në mëshirën e tij vendosi të më përgjigjej dhe më tha: "Isha unë ai që nuk lejova që bisturia ta prekte trupin tënd, kështu desha të bekoja." E dëshmoj dhe kremtoj për të nderuar emrin e Perëndisë tonë.